do të ngrisim padi për gjenocidin e Serbisë në Kosovë në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë. Premtimit që e dha vet Albin Kurti nuk arriti t'i dalë zot as gati pas 5 vjete. Padia që u paralajmërua ndaj Serbisë për krimet e luftës së fundit në vend nuk u jetësua. Kur përgjatë kësaj kohe, kryeministri ishte pyetur për këtë çështje, nuk ishte përgjigjur në detaje me arsyetimin se është konfidenciale. Sepse kemi të bëjmë natyrisht me një shtet agresor. Televizioni ka dërguar pyetje në ekzekutiv në lidhje me këtë, por nuk ka marrë asnjë përgjigje. Në anën tjetër, Instituti për Krime Lufte bëri me dije se janë duke mbledhur dëshmi. Por, punë në këtë drejtim nuk po sheh profesori Ismet Salihu. Nuk ka punu sa duhet në grumbullimin, sistemimin e krimeve të kryera. Epilog thot se mund të ketë brenda vitit nëse trajtohet me prioritet të lartë nga qeveria. Nëse prej tashit fillot në mënyrë sistematike, kontinuele, me kompetencë, me profesionist të grumbullohen, të sistemohen dhe të administrohen provat e duhura, dhe më thonë mas një vite mund të ngritet akuza. Megjithatë, nga Fondi për të drejtën humanitare pohojnë se ky premtim qeveritar u bë veç sa për sy e faqe, pasi diçka e tillë aktualisht është e pamundur të bëhet. Kosova nuk është anëtare e OKB-s dhe si e tillë nuk është palë para kësaj gjykate, pra nuk mund të dërgoj asnjë lëndë atje. Ndoshta më shumë këto kanë qenë deklarata për konsum të brendshëm. Por kurdo që padia të dorëzohet, Blaka i thekson se duhet të ketë fakte të mjaftueshme, në mënyrë që e njëjta të mos hidhet poshtë.